bota po ecë përpara, na kemi ngelën këtu, sikur dreqi që thënë e këshyri njëri tjetrin me hangër me dhëm. Jo. Kush është fajtor? Janë ato që janë të boqeverien. E tërë opozita tonë kohën e ka fajnë edhe ka bajrakun e fajtësimit. Populli këta i ka dhënë apel. Edhe në të din, e tërë opozita në të din mirë, se këtë faj nuk mund të mja hudhën as qeverisë Kurti, as qeverive tjera, as në Beograd nuk mund të vetë e ka fajnë. Ne të punojnë të kapin punën serios. Se ky popull, kjo Dardani, dikur historia, krejt kam i shfletu këtë gjana. Edhe nuk e din që fëmija i ty në kam i dënu. Dhe ju? Ju jene? Unë jam Ismail Mustafa. Ismail, pyetja jam e sodit është kjo. Çfarë kanë ngecë në mrena institucioneve shtetërore, ku më një shtet zgjedhjet u banën pothuajse 2 muaj, që kanë përfundu dhe ende nuk ka formim qeverisë. Çfarë na kishe folë ti për këta? Po që them për këta, na e dina mirë që këto farë marifetlëqe, me thonë shkurt, që po sillen kështu, më skujton se unë ja kësha quë një të fala opozitarve, posaçërisht opozitave, që e kanë tregu veten jashtëzakonisht dopt, se kjo qeveri nuk është e vetë vendosjes, as nuk është Albin Kurtit, as nuk është Albulina Haxhiut, po kjo qeveri është e Kosovës. Në ta qesin gishtin kokë dhe në të menojnë mirë, se e kanë hup autoritetin e vetë opozitarët komplet në popull. Komplet opozitarët e kanë hup autoritetin në popull. Pse, bje pyetja? Se ata nuk e din një, që qeveria sa më shpejt formohet, edhe të punon për këtë popull, gjithmonë populli ka me qenë për ata. Unë nuk jam kundër, as opozitës, as pozitës, por jam kundër atyne që shtrëngosën qeverin kështu edhe e ngecin këta edhe jetë ngërçi jashtëzakonisht i madh. Ku po shko ky popull? Sa punën e kena përpara që na kanë me të pakryme. Sa detyrat i kanë vetë parlamenti e qeveria për me i krye përpara. Kjo është merr i madh. Bota po ecë përpara, na kemi ngelën këtu sikur dreqi që thënë e këshyri njëri tjetrin me hangër me dhëm. Po pse qeveria Kurti nuk po e largon një emër vetëm për hatër të opozitës dhe nëse është për të mirën e formimit qeverisë? Sepse një emër nuk ma merr me janë që qanë dëm. Po, kishte qenë ky emër për Beogradit, jo Albulena, kisha thonë kanë drejt. Edhe unë plotësisht me opozitën kisha qenë. Po Albulena është Albulena, e dini mirë, na këtë populli shqiptar, çka jem në Kosovë, na e dim. Albulena nuk është e thonën këtë për vetëvendosje. Është e thonën këtë për parlamentin qendror të Kosovës. Këti veni Dardan. Ku jena të e pa vetën? Po, nashti Albulena mos punimit mirë mrena institucionit ose ministrisë, ku ka ministresh Ministrinë e Drejtësisë, kur ka thonë vetë, kur ka në opozit, ka thonë se rasti Dehari duhet zbardër. Ajo vetë ke Ministre e Drejtësisë edhe asë gjë nuk bani për rastin Dehari. Mos është kjo nashti populli që ju qënë mesazhe dhe ju thotë stop se ti nuk je për atë vend. Kurse si, nuk ka të bëme me atë rast, absolut. Sa e rast, ne e din atë gjithë qysh janë ngeca të gjana, qysh kanë ngecë ato prej dokumentave, prej atyne, gjitha ato që janë konën ato dhona, dukurit që mu pa nesër me konën ma qashtje sigurie në përgjykatat në alta, ato u zhdukën kështu që nuk mujna me fajtësua këtë. As Albulenin, as ato. Ajo vetë ka të premtu që nëse nesër do të bëhet Ministre e Drejtësisë, do të jetë e para që do të zbardh këtë emër. Edhe ai emër edhe njerëzit që janë kanë pro rastit Dehari e kanë përkra për ato. Ajo nashti nuk e bani ato dhe nuk kërkoj as falje, as shpjegim për rastin Dehari. Kushta veç më tregon ti mua qëndrim. Kushta që nuk e boni. Veç kushta që nuk e boni. A di që këtu duhet të aprovohet vitingu.
Për gjitha këto raste që ka po i bë këto pyetje, duhet të aprovohet vitingu. Pa u aprovu vitingu, nuk kem na as atje si gjykat, as nuk kem na prokurorit nal. E tërë kjo është e gulfatën. E ki parasysh. Për ata edhe gulfatja është të shkue zhvillim me sipër. E bëjnë kushtetutën këta, e bëjnë këta, edhe në fundit prap pjesë ngelin gjona shtë. Përderi sa parlamenti ma ka dhonë votën mu dikush, ky popull. Mërë edhe 3 vota një pa qa pas për këti populli. Unë e kam me dhonë kontributin tem për ato votë. E vërtet. E këta nuk jenë absolut. E kanë marrë votën, edhe bojnë tash aty kërlina, bojnë në parlament e ka bojnë sigur me kanë një parë kësi dinastia, ku ta dio ne? 3 herë dështoj aprovimi i qeverisë. Tash çka? Tash çka, por edhe në qofë se shkon zgjedhje të reja. 7 herë më falë, 7 herë ka dështu. Po edhe në qofë se shkon zgjedhje të reja. Unë ty po ta bëj pyetje tash. Edhe në qofë se shkon zgjedhje të reja. Kush është fajtor këtu? Kush është fajtor? Na vetë fajtor. Jo. Kush është fajtor këtu? Janë ato që janë të bë qeverien. Tërë opozita tonë kohën e ka fajnë edhe ka bajrakun e fajtësimit. Populli këta i ka dhënë apel. Edhe në të din, e tërë opozita në të din mirë, se këtë faj nuk mund me jahudhën as qeverisë Kurti, as qeverive tjera, as në Beograd nuk mund të vetë e ka fajnë. Vetë opozita e ka fajnë. Edhe në të bohen bashkë, edhe në të qesin gishtin kokë, edhe në të mendojnë se që ky popull është i vedisum, nuk është më koha para 10 vjetë. Kanë kujdes. Okej. Edhe kanë me ra, sukur opozita që ra kjo partia e Ramushit, me 7 deputete, bjen me 3, me 2, edhe pragun se kanë në fare. Okej, edhe një pyetje, po duhet ta bëni pyetje. E vërtetë. Popull është i vedisum. Edhe pyetja fundit është, mos na kanë bërë se hire në qeveri. Qëre, qëndrim, kushtrim, ti i ki këto farë entuziazmat e tua, ja, këtale jo. Seriozisht, se diçka ka ndodhur. Po kush të bëni se, pse mirë është me këto gjona, po qëfar se hire më rëburë, qëfar se hire, vedisime është në pyetje. Na për deri sa, nuk punoj me trunin, që shdojt me aktivizu gjonat, ka të kena në leti me ato gjonat. Unë e kom Ka ardhën këtë ajo... Esmeralda. Pa qëfar Esmeralda, qëfar amon. Ja kanë futën hajmalijat në për aty edhe tash po Bëmbaki, ose ja stërpik me ujë gjenazës. Dëgja, e di mirë se intervistën gjithmonë ma bën kështu në fund. Jo, besëm, jam të folë shumë seriozisht. Jam të folë shumë seriozisht, sepse diçka është, baba thot 5 herë të mëson, 6 herë të mëson, po e 7-ta? Edhe 10 në tjenë, pra për të regojnë në një, në të qesin gishtin kokë edhe në të mendojnë mirë opozita. Kësaj radhe e kanë të regu e dopsin e vete jashtëzakonisht. Nuk është Albulina Haxhiu e vetë vendosjes për parlament. Albulina Haxhiu është krye parlamentare cila e ka për emërtimin e shumicës edhe tjetë për krye parlamentare edhe në të vendosjen edhe në të aprovojnë. Po pra. A e zgudzon më kanë një anshme. Qëfar mëgjia është aty? Mëgjia dreqita? Këta në të mirën me mëgjia. Edhe deri sa sepse Albulina Haxhiu është do bë kandidat pse vend ka konjuncës a? Seriozisht, jam të folë shumë seriozisht. Krye parlamentar. A, Glauki nuk është? Po, Glauku i ka rralla tjera. Këta e kanë programin e vetë, është me shumicë votash, e kanë programin për me kryue, e kanë qeverin për me kryue. Nestra dalin edhe ku ka për qashtë e ministrije, ose zavendës ministrije, me marrën opozita, i pysi këta. Ta manë qësh është procedura me ligjë, i pysi këta edhe ata i marrin ato gjona dhe i shtin kandidatët e vetë edhe nuk ka kurfar problemi. Nestra dalin zgjedhje. Sa përqind ka me fitu vetëvendosja dhe sa LDK, PDK, Nisma, AK? Dëgja, janë 2 variante këtu. Një variant është që populli unë ngop me këto budalliqët e tyne, marifetet e tyne, sidomos të opozitës.
po tregoj drejt. Edhe populli me siguri nashta edhe janë të lodhur me këtë gjë, ama nuk dalin fare në vota. Unë pishone, po kam kontakt me njerëz, po kam kontakt me çdo keni kështu, e thot nuk do të hap votën më kërkuj. Kështu thuj. Nuk do të hap votën kështu kërkujna. Një herë, bëhen zgjedhjet, dalin në votimin një numër më i vogël, edhe çaj numër më i vogël tash nëse është vetësimi ato i japin vetëvendosës një numër, prap mund të më shku me 3 ose 4%, mund të më shku me 3-4% vetëvendosja ose me ma tepër ose ma pak. Nuk është të thonë në, po prapë muna marrën qëtë dilemë të sotit. Edhe në qofë se prapë këta bojnë koqizan këto gjona kështu në këtë mënyrë me bo frenime, atëherë, s'ka gjopë. Çfarë mesazhi kishte dhënë gjithë njerëzit që janë brenda qeverisë Kosovës? Qoftë pi pastruesve deri deri te presidenti. Unë ju kisha dhënë një mesazh. Ne të punojnë, të kapin punën serioz. Se ky popull ke dardani dikur historia krejt kam i shfletu këtë gjana. Edhe nuk e din që fëmija i tyne kam i dënu. Fëmija i tyne, që shenë të i bo këto të lashe, e këto kokqarje, e këto jenë të shku në favor të anëmikut, haptas për të thëmë, në favor të anëmikut jenë të shku të gjana, edhe kurse si gjenerata tjera nuk kanë mjav pranu edhe nuk kanë mjav leju. Këta kanë mi dënu gjenerata tjera edhe te kanë me dije, one te kapin punën seriozisht, ne te hjekën gjelozin për i vetit, se nuk jenë qashtje këto që po dëna Albin Kurti me marë qeverinë, po dëna i tjetëri, qeveria në tjenë qeverinë, ne të dheqin edhe u kry puna, i marë 2 mandate, ma ne ti merë 3 mandate, ne të hecen edhe ata tjerë ti kanë venat e vetë, ku i kanë aty me këta numrat vetë, edhe mos qaj kokin që të një fjallë më. Kështu shkan kjo. Edhe në pjesët evropiane kanë pas gërë që ka pas, unë e di vetë. Unë i kom përqellë edhe në Gjermani këto, kur kanë qenë formimi i qeverisë, tashit që është mirë, po i kanë bërë shimet, kur është qashtet të formimi i qeverisë, i kanë bërë shumë shimet, deputet ato, dhe është formu qeveria. Pse? Bjenë sytë popullit. E këta, krejt po harrojnë që në sytë popullit, absolut, nuk jenë të e po vetën, nuk e di. A popullit është i po të në kohën. Kjo është. Faleminderit që ishe pjesë e jona e ju të dashur me që rrinë me neve sepse gjanat e mira i se dhe veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.